Shpërndarja eventuale e kuvendit dhe shkuarja në zgjedhje vetëm 2 muaj pas mbajtjes së atyre të fundit do të sjellë pasoja të shumta politike, vlerësoi njohës të këtyre rrethanave. Blokada 1 vjeçare për konstituimin e institucioneve vitin e kaluar dhe kriza e re institucionale që mund të pasojë pas dekretit të presidentës do të lënë një varg projekt ligjesh pa miratim, institucione me ushtrues detyre, borde të pakompletuara të ndërmarrjeve publike e institucioneve të pavarura e vonesa në integrimin evropian. Në aspektin legjislativ, kuvendi për 2 vjetët në vijim ishte parapartë të trajtonte mbi 170 projekt ligje. Njumza Arifi, drejtoresh ekzekutive në grupin për studime politike dhe juridike, thot se kriza e re do të ndikojë negativisht në rrjedhën institucionale, proceset reformuese dhe zhvillimin ekonomik të Kosovës. Thellimi i krizës politike tashmë na fut në një terren ende më të rrezikshëm duke pasur parasysh se procese shumë të rëndësishme do të mbesin peng në mungesë të një kuvendi jo funksional. Për pasojë shumë nisma legjislative e etike do bllokohen, e të cilat kanë ndikim direkt në mirëqenien e qytetarëve të Kosovës. Një situatë e tillë absolutisht do të sjellë pasoja në rrjedhën normale institucionale. Shumë borde të ndërmarrjeve publike mbeten jo funksionale dhe duke qenë të varura nga ekzekutivi, kriza institucionale ndikon në mosplotësimin e tyre duke rrezikuar funksionimin e tyre të rregullt. Në situatën aktuale, kur kuvendi është jo funksional dhe vendi mund të përballet me zgjedhje të reja, edhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve mund të mbes pa përbërje të re, gjë që mund të kontestojë përgatitjen dhe legitimitetin e zgjedhjeve. Në organizatën Demokracia në Veprim i kanë bërë thirrje partive parlamentare që të nominojnë dhe presidentës që të emërojë pa vonesë anëtarët e rinj të KQZ-s. Në këtë moment, kur vendi po përballet me zhvillime që pritet të çojnë drejt një procesi të ri zgjedhor dhe kur 11 marsi si afat ligjor për këtë procedurë është drejt përfundimit, përmbyllja e procesit të emërimit të përbërjes së re të KQZ-s bëhet edhe më e rëndësishme. Kjo sidomos për shkak se legjislacioni aktual nuk parasheh më vazhdimin automatik të mandatit të përbërjes ekzistuese të KQZ-s deri në emërimin e SR-s në rast të zgjedhjeve, siç ishte rregulluar me ligjin e mëparshëm. Nga 34 institucione e agjenci të pavarura që monitorohen nga Kuvendi i Kosovës, mbi 10 sosh janë pa borde funksionale apo pa drejtues me mandat të plotë. Në mesin e tyre është edhe gjykata kushtetuese, së cilës i mungojnë 2 gjyqtarë dhe dorëheqja apo skadimi i mandatit i vetëm njërit prej atyre që janë aktualisht, do ta lindte këtë institucion pa funksion. Tuti Arifi nga GLPS thot se pasoja do të ketë edhe në rrafshin integrues. Në rrafshin integrues do të thellohet vonesa në implementim të reformave që Kosova ka zotuar në aspektin e integrimit evropian, përfshirë agjendën e reformave të planit të rritjes, i cili ka afate strikte implementuese, duke rrezikuar kështu miliona euro përfitime për vendin. Kuvendi, puna e të cilët është pezulluar në pritje të vendimit të kushtetueses, do të lë pa trajtim edhe një numër të marrëveshjeve ndërkombëtare në vlerë prej 120 milion eurosh që janë përcjellë të premten nga qeveria.